Korça u kthye në kryeqendrën e festave të fundvitit, ndërsa edhe në ditët e fundit të vitit është e mbushur me vizitorë vendas e tuaj. Shumë prej tyre tregojnë se Korça është qyteti i cili ia vlen të kalosh natën e ndërrimit të viteve për atmosferën dhe mikpritjen. Për fundvit po kemi vizituar edhe tjera Korçë. Po qyteti i qytetarëve, tamam. Të qytetarëve në kuptimin domethënë që janë njerëz të qytetëruar, të edukuar, të sjellshëm. Kjo është kryesorja. Jo, nuk mund të them është shtrenjtë. Të paktën në krahasim me Vlorën, po edhe me qytete të tjera që kemi qenë. Megjithatë, kur vjen për kënaqësi, ndonjëherë ca gjëra edhe pranohen, sidomos kur vërtet kënaqesh dhe argëtohesh. Ja vlen të paguash. Shumë bukur, atmosfera është otima. Duhet të kërkoj falje edhe për gjuhën. Gjendemi shumë mirë. Akoljenca është perfekta, edhe ku po pushojmë janë shumë njerëz të sjellshëm, të edukuar, disponibili për gjithçka. Korça është fantastike, ja uroj të gjithëve dhe duhet vinë të gjithë ta vizitojnë. Hera e parë në Korçë. Është shumë e bukur, është fantastike. Është qyteti akoma më i bukur që kam parë në Shqipëri. Në natën e ndërrimit të viteve, Bashkia e Korçës ka organizuar një koncert festiv dhe spektaklin e fshekzjarreve.